Zoti Silvashi, Ardito Euronews. Në media sociale, por edhe në komunikimet ndryshme që kemi pasur mundësi të bëjmë gjatë këtyre ditëve me emigrantë të regjistruar për të votuar nga jashtë, janë raportuar një seri problematikash që kanë bëjmë më së shumti me shkeljen e protokollit apo të marrëveshjes që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka me kompaninë DHL. Sot që flasim, ka nisur nga KQZ ndonjë hetim administrativ apo ndonjë procedurë për t'i vërtetuar dhe për t'i provuar këto akuza, këto pretendime që janë të bëra dhe në media sociale nga emigrantë të ndryshëm, që bëjmë fjalë për shkelje të protokollit, fjala vjen për mos dorëzimin e fletës në dorë, për vendosjen e zarfeve ndoshta në pragun e shtëpisë apo për dhënien e personave të tjerë të paautorizuar, pra çka janë jashtë protokollit dhe marrëveshjes së KQZ-s me DHL-n. Dhe nëse këto pretendime nga një hetim i mundshëm që ju mund të bëni vërtetohen, cilat janë penalitetet apo masat që mund të penalizojnë ose mund të vuajë kompania DHL në këtë rast? Ne aktuale me këto operator të shërbimit postar dhe ashtu sikurse çdo kontratë e cila ka 2 palë apo edhe më shumë ndonjëherë do të vlerësohet në përfundim të afatit të kësaj kontrate. Dhe kur ky proces të përfundoj, ne do të ulemi me ballë për ballë me palën tjetër dhe do të shikojmë se sa dhe si ai e ka përmbushur këtë shërbim. Dhe në varësi të kësaj, ne do të vendosim edhe për përmbushjen e detyrimit ton për të paguar për këtë shërbim. Është eksaktësisht njësoj sikurse çdo marrëdhënie tjetër kontraktuale. Palët vlerësojnë se cila në interesin e tyre apo në kuptimin e tyre të kontratës, se si pala tjetër i ka përmbushur detyrimet të cilat ka marrë përsipër. Do të thënë është shumë herët për të dhënë gjykime dhe verdikte dhe për më tepër në këtë mënyrë në lidhje me atë se si DHL e ka kryer shërbimin. Ajo çfarë ka rëndësi të thuhet në këtë moment është që ne kemi shënuar çdo gjë që sipas gjykimit dhe vlerësimit ton meriton të shënohet për të diskutuar kur të vijë momenti me kontraktorin ton për atë çfarë thash më sipër. Kemi ndjekur dhe kemi marrë në konsiderat të gjitha shqetësimet që i kanë ardhur Komisionit Qendror të Zgjedhjeve nga parti politike, nga të gjitha krahat për procesin e shpërndarjes së fletëve të votimit, veçanërisht në Greqi. Kemi marrë informacion pra sa mund të merret ky informacion edhe nëpërmjet rrjeteve sociale, por gjë rastin të ritheksoj edhe një herë dhe ja kam bërë me dije edhe përfaqësuese të gjitha partive politike të cilat kanë paraqitur sipas rastit shqetësim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ka vetëm një mënyrë e cila edhe nga pikpamja formale ligjore e detyron Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të angazhohet për adresimin e këtyre problematikave. Problematikat janë individuale, edhe pse partitë janë plotësisht në të drejtën e tyre dhe biles do dua ti falenderoj për angazhimin që kanë patur në këtë proces, realisht pasin lloj dallimi. Por për ligjin, për marrëdhënie kontraktuale që ne kemi me operatorin e shërbimit postar, ne njohim atë çfarë vet individi i prezanton Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Dhe të gjithë votuesit nga jashtë, duke qenë se janë të regjistruar në platformën PER, kanë llogarinë e tyre, lehtësisht ata mund të futen dhe të raportojnë problematikën që kanë hasur në lidhje me marrjen në dorëzim të dokumentacionit zgjedhor.